Studentët shqiptar në Maqedoninë e Veriut kanë paralemruar sërish protesta lidhur me kërkesën e tyre që provimin e jurisprudencës ta japin në gjuhën shqipe, gjuhën në të cilën kanë përfunduar edhe studimet universitare. Pas protestës së mbajtur gati një muaj më parë, organizatorët tani kanë nisur vendosjen e pankartave nëpër qytete me mesazhin: nëse menduat se u ndalëm, gabuat. Të parën e shpërfillët, e dyta po vjen, duke paralemruar vazhdimin e reagimeve. Studentët kërkojnë nga institucionet që të mundësohet dhënia e provimit profesional në gjuhën amtare, duke konsideruar të padrejtë që pas studimeve në gjuhën shqipe të detyrohen të japin provimin vetëm në gjuhën maqedonase. Lidhur me këtë çështje, sot zëvendës kryeministri Bekim Sali tha se po punohet për të gjetur një zgjidhje politike për pa dhënë afat konkret se kur mund të përfundoj procesi. E dini, edhe opinioni është informuar se ekziston një trup këshilltarësh, profesor universitar eminent, të cilët merren me zgjidhjen e problemit të dhënies së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe. Këtë kemi përsëritur disa herë se kemi disponibil dhe ka gatishmëri për të gjetur një rrugdalje juridike se si kjo pengesë të zgjidhet dhe të mundet studentët e juridikut të japin provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Ai shtoi se ekziston vullnet për zgjidhjen e problemit, por sipas tij nuk mund të përcaktohet afat kohor, pasi grupi i profesorëve është i angazhuar edhe në procese tjera ligjore, përfshirët edhe ligjin për përfaqësim të drejtë adekuat. Ka vit kuqe në aspektin e kërkesës, se duhet zgjidhet ky problem, mirë po nuk ka vit kuqe në aspektin e kohës kur duhet zgjidhet, për arsye se kemi të bëjmë me profesorë të cilët janë të angazhuar edhe në sfera tjera. Kështu që nuk është e vetmja punë të cilën e kemi kërkuar nga ata. Natyrisht ato kanë punuar në një ligj i cili është ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Është procesi kryer, tani duhet ta kalojmë në parlament, por ka edhe projekte të tjera në të cilat ata punojnë. Paralemrimi vjen rreth një muaj pas protestës së madhe studentore të mbajtur në Shkup, ku qindra student nga Universitetit e Tovës, Universiteti i Evropës Juglindore dhe Universiteti Nën Tereza marshuan nga ure Gurit deri para Ministrisë së Drejtësisë, duke kërkuar respektimin e të drejtave gjuhësore. Gjatë procesit së 6 prillit, studentët mbanin pankarta me mbishkrimet si gjuha shqipe nuk negociohet, ligjin e letër diskriminim në praktik dhe mos e mohoni një të drejtë të fituar, ndërsa kërkuan që provimin e jurisprudencës të mbahet në gjuhën shqipe ashtu siç parashihet, sipas tyre, nga ligji për përdorimin e gjuhëve. Protesta organizua pasi Ministria e Drejtësisë refuzoi mundësinë që provimi të zhvillohet në gjuhën shqipe, madje ministri i Drejtësisë Igor Filkov deklaroi se nuk do të lejojë mbajtjen e provimit në gjuhën shqipe, gjë që nxiti reagime të shumta nga studentët dhe subjektet politike shqiptare. Pas protestës pati reagime të shumta politike dhe institucionale. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristian Mickovski, deklaroi se qeveria ka formuar një komision ekspertësh për të gjetur një zgjidhje ligjore dhe kushtetuese për këtë çështje. Ndërkohë, studentët paralemruan se nëse kërkesat e tyre vazhdojnë të injorohet, protestat e ardhshme do të jenë më të mëdha dhe më të organizuara.